Pas incidenti që ndodhi ditën e djeshme në Himar, ku është rrëzuar me parashut Jonathan Islami, i menjëhershëm ishte dhe reagimi i partneres së tij Rosa Lati. Nuk vritet Shqiponja kollaj, Shqiponja është mbreti i qiellit, s'ka më të fortë, është shprehur ajo në Instagram. Me anë të këtij statusi, ajo ka shprehur edhe një herë dashurinë e madhe dhe mbështetjen e saj për Islamin. Pushuesit e frikësuar kanë parë nga afër momentin kur për shkak të problemeve gjatë uljes parashutisti është rrëzuar në tokë. Ngjarja përpaksa nuk përfundoi në tragjedi, ndërkohë policia ka dhënë një njoftim ku sqaron. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materiale në prokurori, pasi ditën e djeshme në vendin e quajtur Potam, Himar është dëmtuar aksidentalisht gjatë hedhjes me parashut shtetasi X.I. 28 vjeç, banues në Tiranë, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, thuhet në njoftimin zyrtar.